Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Shqipëria dhe Mali e Zi do të përfitojnë rreth 200 milionë euro nga plani i rritjes i vendeve të Ballkanit Perëndimor. Premtimi vjen nga komisionerja për zgjerimin Marta Kos në kuadër takimit mes ministrave të jashtëm të 27 vendeve anëtare dhe 6 vendeve të rajonit. On the growth plan, implementation is running well, and in the next day we will disburse close to 200 million for Montenegro, Albania and Montenegro. And we are also bringing tangible results when it's about the gradual integration. As you know, last week Serbia has joined Albania, Montenegro and North Macedonia in the SEPA. Në zbatimin e planit të rritjes, gjithçka po ecën mirë dhe në ditët në vijim do të disbursojmë rreth 200 milionë euro për Malin e Zi dhe Shqipërinë. Gjithashtu po sjellim rezultate konkrete sa i takon integrimit gradual. Pasi siç e dini, javën e kaluar Serbia ju bashkua Shqipërisë, Malit të Zi dhe Maqedonisë së Veriut në SEPA. Ndër të tjera, Marta Kos tha se në takim do të diskutohet dhe për samitin e radhës BE Ballkanit Perëndimor, që do të mbahet më 5 qershor në Podgoricë. And we are now preparing the Western Balkan EU Summit, which will be in Podgorica on June 5th, and I am expecting really strong commitment from all the candidates from the Western Balkan to stay firm on the European path. Ndërkohë po përgatisim samitin BE Ballkani Perëndimor, i cili do të mbahet në Podgoricë në 5 qershor dhe pres një angazhim shumë të fortë nga të gjithë kandidatët e Ballkanit Perëndimor për të qëndruar të palëkundur në rrugën europiane, tha ndër të tjera Marta Kos. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Kaja Kallas, paralajmëroi Kosovën se ciklet e shpeshta zgjedhore janë arsye kryesore për mungesën e një raundi të ri dialogu mes Prishtinës dhe Beogradit. Në kuadër të samitit të mbajtur në Bruksel, Kallas u tha gazetarëve se ekziston gatishmëri nga të dyja palët për takime në kuadër të dialogut. Well, we had actually planned the Belgrade-Pristina dialogue, high-level political dialogue. I had both agreement from both leaders from Kosovo as well as Serbia, but now we have elections in Kosovo coming up again, which is of course pushing this forward. Ne në fakt kishim planifikuar dialogun mes Beogradit dhe Prishtinës, dialog politik në nivel të lartë. Kishim pëlqimin e të dy liderëve nga Kosova dhe nga Serbia, por tani po afrohen sërish zgjedhjet në Kosovë, gjë që natyrisht e shtyn procesin, tha Kaja Kallas. Sipas asaj, Bashkimi Evropian po vazhdon angazhimin përmes punës me të dyja palët me qëllim zbatimin e marrëveshjeve ekzistuese. I'm working separately with both of them so that we can move on with the implementation of the agreements that are already in place. Unë megjithatë po punoj veç e veç me të dyja palët që të mund të vazhdojmë me zbatimin e marrëveshjes që tashmë janë në fuqi, deklaroi mes të tjerash Kaja Kallas. Ministri i Jashtëm Ferit Hoxha, në takimin informal mes ministrave të jashtëm të vendeve të Bashkimit Evropian dhe homologëve nga Ballkani Perëndimor, theksoi se për Shqipërinë zgjerimi i Bashkimit Evropian është një zgjidhje strategjike, si garanci më e fortë për paqe, afatgjat, stabilitet dhe transformim demokratik. Ky proces duhet të mbetet i bazuar në merit, sigurisht, por dhe i besueshëm, i prekshëm dhe i ndjekur aktivisht. Sa herë që procesi bllokohet, krijohen hapësira për cënueshmëri dhe zgjerohen ndikimet armiqësore. Pikërisht për këtë arsye duhet të thellojmë bashkëpunimin në politikën e jashtme të sigurisë dhe të mbrojtjes, duke forcuar njëkohësisht kohezionin dhe mendësinë strategjike të përbashkët në mbar Europën, deklaroi Ferit Hoxha. Sipas tij, procesi normalizimi ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk mund dhe nuk duhet të shndrohet një slogan bosh apo në një objektiv të shtyr pafundësisht. Ministri i Jashtëm i Kosovës, Glauko Njusa, deklaroi se vendi kërkon trajtim të barabartë të drejtë nga Bashkimi Evropian, duke theksuar se ai është i gatshëm të ecë përpara brenda një procesi meritokratik. Sipas tij, ky proces nënkupton që Kosova të marrë statusin e vendit kandidat dhe të nisë negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian. Also, we want to have an equal and fair treatment by European Union. We are ready as Kosovo to move and advance within this framework of merit-based process. But at the same time, what we think is actually, what does it mean? This merit-based process is for Kosovo to have the status of candidate country and to start negotiations for accession with the European Union.
Gjithashtu ne duam të kemi një trajtim të barabartë dhe të drejtë nga BE-ja. Ne si Kosovë jemi gati të lëvizim dhe të avancojmë brenda këtij kuadrit procesit bazuar në merita. Në të njëjtën kohë, ajo që mendojmë është se çfarë do të thotë në të vërtetë ky proces bazuar në merita është që Kosova të ketë statusin e vendit kandidat dhe të nisë negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian, deklaroi Konjusa. Për dialogun me Serbinë, ministri i jashtëm theksoi se duhet të përfundojë me njohje të ndërsjellët. Regarding dialogue with Serbia, Kosovo was always and will be always constructively engaged in the dialogue, but the dialogue needs to be concluded with mutual recognition. Sa i përket dialogut me Serbinë, Kosova gjithmonë ka qenë dhe do të jetë gjithmonë konstruktive në dialog, por dialogu duhet përfundojë me njohje të ndërsjellët. Le të fillojmë duke pasur pyetësorin. Ky është hapi i parë. Pres më shumë optimizëm dhe rezultate konkrete, tha ndër të tjera ministri i jashtëm i Kosovës. Ministri i Punëve të Jashtme i Maqedonisë së Veriut, Timço Moçumski, para fillimit të Këshillit për Punë të Jashtme të Bashkimit Evropian në Bruksel, vlerësoi se zgjerimi është imperativ si për Bashkimin Evropian ashtu dhe për vendet kandidate. Our request to the member states is multifaceted. First, we need to depart from bilateralization of accession criteria, but we also need to engage on other core issues that are not related to enlargement per se. And here we refer to security and defense, which is crucial. We refer to the necessity of better communication when it comes to issues related to economy and trade. And what we also need is further engagement related to challenges such as energy security, food security, as well as digitalization. Mesazhi ynë për vendet anëtare është i shumëfishtë. Është e nevojshme të largohemi nga bilateralizimi i kritereve të pranimit, por dhe të forcohet angazhimi për çështje që shkojnë përtej vetë procesit të zgjerimit, veçanërisht në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes, ekonomisë dhe tregtisë, sigurisë energjetike, sigurisë ushqimore dhe digitalizimit, apeloi ministri i Punëve të Jashtme i Maqedonisë së Veriut. Moçumski nënvizoi harmonizimin e vazhdueshëm me politikën e përbashkët të jashtme të sigurisë dhe BE-s, si dhe gatishmërinë për fillimin e mëtejshëm të bashkëpunimit në këtë fushë. Aktualitet. Dëshmitarja Helen Fraser, në seancën e së hënës, në gjyqin ndaj Hashim Thaçit, Bashkim Smakajt, Isni Kilajt, Fadil Fazliut dhe Hajredin Kuçit pranoi se përdori inteligjencën artificiale për transkriptimin e audiove në qendrën e paraburgimit. Ajo pranoi se nuk e kupton gjuhën shqipe dhe nuk ka pasur dëshifrues që flet shqipen. Unë nuk flas shqip dhe nuk kam pasur asnjë transkriptues që flet shqipen. Kështu që unë përdora transkriptuesin e inteligjencës artificiale dhe kam përmendur këtë në raportin tim. Pyetje, në fakt e keni përmendur që nuk keni pasur asnjë transkriptues të gjuhës shqipe për këto raporte. Do ju kishte ndihmuar ju të kishte një transkriptues të stërvitur të trajnuar të gjuhës shqipe për transkriptimet? Përgjigje të paktën 2 do kisha dashur të kisha. E pyetur nëse inteligjenca artificiale është mjet i mirë për të zëvendësuar transkriptuesin, Fraser tha se nuk është e dura. Fraser i deklaroi se mjeti i inteligjencës artificiale ju dha një ide se çfarë përmban audio, ndërsa përpjekja për të reduktuar zhurmën në shumë raste, sipas saj do të thotë heqje informacionit. Dhomat e specializuara të Kosovës ka reaguar ndaj interpretimeve të bëra për raportin e Komitetit të Drejtave të Njeriut të Dhomës së Avokatëve të Anglisë dhe Walesit, duke cilësuar ato si të pasakta dhe në kundërshtim me përmbajtjen reale të dokumentit. Në një reagim special ka theksuar se raporti në asnjë pjesë të tij nuk konstaton se gjyqtarët e dhomave të specializuara kanë shkelur të drejtat e njeriut të akuzuarve, siç janë interpretuar disa prej gjetjeve nga institucionet e zyrtare në Kosovë. Sipas reagimit, raporti nuk arrin në përfundimin se jurisprudenca e speciale zbie ndesh me standardet e gjykatave europiane për të drejtat e njeriut. Gjykata kundër krimit të organizuar rrëzoi kërkesën e presidentit Partisë së Lirisë për ndryshim të masës së sigurisë. Ilir Meta vendosi garanci pasurore prej 50.000 eurosh për të ndryshuar masën e arrestit me burg, por kërkesa u refuzua nga gjykata. Merret Kujtim Cakrani kërkoi mas më të lehtë referuar vendimit unifikues të gjykatës së lartë për paraburgimet, por prokurori SPAK, Sotir Klapi, lexoi ndryshe vendimin e gjykatës së lartë, duke ja kaluar barën e provës palës mbrojtëse. Pak ditë më parë, gjykata e lartë liroi shkreun e akshit Mirlinda Karçanajin të akuzuar për grup kriminal. Politik. Fillimi i fundit të një grupimi që sakrifikoi të ardhmen e popullit të vet për të ruajtur kolltukut, e komentoi Bashkimi Demokratik për Integrim, unifikimin në një subjekt politik të vetëm të koalicionit vlen.
Vendosja e dy liderëve është dëshmi se partia është e ndarë në fraksione ende pa filluar punën, ndërkohë që liderët vetë shpallen. Ministra dhe funksionar kyç nga radhët e tyre tashmë e kanë braktisur anien, duke refuzuar të jenë pjesë e këtij projekti të dështuar, të destinuar vetëm për shpëtimin e disa karrierave politike, apelojnë nga opozitarja shqiptare në Maqedoninë e Veriut Bashkimi Demokratik për Integrim. Në kongresin e së shtunës, partitë e Vlenit u bashkuan zyrtarisht në një subjekt të vetëm politik. 850 delegat miratuan statutin dhe programin politik. Delegatët zgjodhen udhëheqësinë dhe organet drejtuese. Izet Mexhiti dhe Bilal Kasami u zgjodhen bashkëkryetar të partisë, Bekim Sali sekretari i përgjithshëm, ndërsa Mimoza Musa dhe Bekim Qoku nën kryetar. Uroj të gjithëve që Vlen të jetë përfaqësuesi shqiptarëve dhe gjithë qytetarëve të Maqedonisë së Veriut në periudhën që vjen, një përfaqësim i cili do të jetë më ndryshe, një përfaqësim i cili do të jetë në shërbim të qytetarëve dhe për të ndruar perceptimin për politikën. Politika është që t'ju shërbej qytetarëve dhe jo të zhvat shtetin dhe të rëndoj jetën e tyre. Ishte Bilal Kasami, kryetari i Vlen. Ndërkohë që bashkëkryetari tjetër, Izet Mexhiti, vlerëson se prania e kryeministrit Kosovës dhe të Maqedonisë së Veriut në këtë kongres treguan se Vleni dhe shqiptarët e Maqedonisë janë një urë e rëndësishme mes këtyre dy shteteve. Kongresi i Bashkimit dhe vetë fakti që në këtë kongres ishin dy kryeministra, pra edhe kryeministri i vendit edhe kryeministri i Republikës Kosovës, tregon që Vleni dhe shqiptarët e Maqedonisë janë një urë e rëndësishme mes këtyre dy shteteve dhe e vlerësuam pra këtë ngjarje të rëndësishme pra të bashkimit të shqiptarëve dhe faktorizimit të shqiptarëve në kuadër të subjektit politik Vlen. Ishte Izet Mexhiti, kryetari i Vlen. Ekonomi. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Istra Mickovski premton se do të vijojë të mbështesë të dy projektet e korridorit 8-10, ndërsa synohet dhe shpallja e tenderit për gazsjellsin me Serbinë. Reagimi erdhi gjatë inspektimit të aktiviteteve për ndërtimin e autostradës Gostivar Bukojçani. Ai njoftoi se qeveria do të vazhdojë të mbështesë këto projekte dhe pret që shumë shpejt të mund të hapet pjesa e mbetur e autostradës Kërçov-Or, si dhe gazsjellsi me Greqi në gjysmën e parë të vitit të ardhshëm. Pas inspektimit punimeve ndërtimore në autostradën Tetov-Gostivar dhe Gostivar Bukojçani, zëvendës kryeministri i Maqedonisë së Veriut Nikolovski theksoi se punimet po zhvillohen me dinamikën e nevojshme. Sipas tij, të gjitha sfidat me trasen po zgjidhen në koordinim të mirë mes institucioneve, ndërsa qeveria i ka mundësuar operatorit një front të hapur punën në të gjithë trasen. Si qeveri po bëjmë gjithçka që të mundsojmë kompanive ndërtuese të përfundojnë sa më shpejt projekte dhe qytetarët i përdorin ato. Presim rezultate të mira dhe për trembullorin e parë të këtij viti dhe në vijësi në periudhën e ardhshme, deklaroi zëvendës kryeministri i Maqedonisë së Veriut. Shefja e politikës jashtme të Bashkimit Evropian refuzoi propozimin e presidentit rus Vladimir Putin për të emëruar ish kancelarin gjerman Gerhard Schröder si ndërmjetës në luftën në Ukrainë. Gerhard Schröder ka qenë një lobist i nivelit të lartë për ndërmarrjen shtetërore ruse, kështu që është e qartë pse Putini e dëshiron atë, apelon Kaja Kallas. Sipas saj, nuk do të ishte shumë e mençur të jepë Rusisë e drejta për të emëruar një negociator në emrin e BE-s. Kur u pyet të shtunën në lidhje me kandidatin e tij të preferuar për të rifilluar dialogun me europianët, Vladimir Putin u përgjigj se ai personalisht preferonte Gerhard Schröder. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.